Në këtë shtëpi jeton familja Arifi në Hasanbek, e cila çdo ditë përballet me varfëri dhe sëmundje. Njëra nga motrat është e paralizuar dhe është e shtrirë në shtrat. Rejhana Arifi rrëfen se ka 2 fëmijë dhe pasi e ka thyer këmbën nuk po mundet të kujdeset për ta. Ajo thotë se u duhet ndihmë. Më ndihmojnë për fëmijët të rreth të shkolloj. Që ato edhe mund të më ndihmojnë për kamën, për sinjin. Sa vjet janë fëmijët? Qika për 14 vet, djali për 13 vet. Me motër të paralizume, jena motër të paralizume ja kanë nalë rogën. Pse? Kojdi. Shireta Arifi thotë se vuan nga problemet e shëndetit mendor dhe nuk është në gjendje të punojë. Është vështirë pa pa vllazni, edhe burin motra e ka burg, edhe fëmijët që të rritë shëzar me i dalë kësaj pune, me i rritë fëmijët. Kusa ka mundësi kisha dëshiru popullin me mund të di motrave mia. Gjendjen e tyre të keqe pasqyron edhe kjo rrugë përplot me baltë në të cilën çdo ditë kalojnë. Të gjithë ata të cilët duan të ndihmojnë mund të kontaktojnë në numrin 070 217 868.